edhe në familjet tona, ku jemi 5-6 persona, ka momente që ka acarim, agjitim, ka një thyhet diçka ose prishet një gjë dhe në fund fare, po nuk do të thotë që ne dalim nga shtëpia dhe marrim të lallin dhe marrim rrugën. Patjetër që mund të ketë fërkime, patjetër që mund të ketë hatërmbetje, patjetër që mund të ketë edhe përplasje, por në fund ditës për sa kohë jemi para përgjegjësisë që duhet t'i shërbejmë qytetarëve të Shqipërisë, nuk ka kohë dhe nuk ka vend për gjëra personale. Misioni është që t'i shërbejmë qytetarëve, misioni është Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian dhe çdo gjë tjetër, çdo ofiç, çdo karrige, çdo mendësi që dikush është më lart se tjetri, apo kujt i flet ti kështu, apo kush mendon se je ti, apo këto gjëra banale, nuk mendoj se kanë vend në këtë familje politike. Ne kemi një përgjegjësi, jemi mandatuar në mandatin e 4, me 83 mandate, vetëm për këtë gjë, për pjekurinë politike, për maturinë politike dhe për atë çka i ofrojmë shqiptarëve. Në rast se do të ishte e kundërta, do të ishim katandisur si ajo shtëpia, si ai hani pa porta që është tek godina e Shqupit, ku njëri bie thundrës, tjetri patkoj dhe në fund ditës ata njerëz të shkret që besojnë te ta janë rrugëve dhe nuk kanë një drejtim përveç se interesave familjare të Sali Berishës dhe grupit të tij.